Abdurrahman ibn Auf. Në këtë temë, do të flasim mbi një figurë tjetër të përgëzuar me xhenet nga profeti alayhis salam, dhe ai është Abdurrahman ibn Auf. Paqja e Allahut qoftë mbi të. Abdurrahman ibn Auf është një nga shokët dhe miqtë e profetit alayhis salam dhe ishte nga shtresa e pasanikëve të Mekës. Pasuria e tij arrinte në disa mijëra dinar floriri. Jetëshkrimi i tij është një shkollë nga e cila do të përfitojmë suksesin, arritjet, shërbimin ndaj komunitetit, miqësinë, heroizmin, kalorësinë, interesin për edukimin e fëmijëve edhe komunikimin me bashkëshortën. Nëse do të depërtonim brenda familjes së tij, do e gjenim se ai ishte një yll, model dhe shembulltyr për muslimanat. Konvertimi i Abdurrahman ibn Auf në Islam. Ishte Ebu Bekri ai që e bindi Abdurrahmanin të pranojë Islamin, duke e bërë personin e tetë që pranonte Islamin në Mekë. Asë kohë, Abdurrahmani ishte vetëm 22 vjeç. Para se të pranojë Islamin, ai i kërkoi kohë Ebu Bekrit që të mendohet, dhe vetëm pasi e pleqëroi dhe u sigurua, pranoi Islamin. Emri i tij nuk ishte Abdurrahman, por Abdu Amr. Ishte vetë profeti alayhis salam, ai që ia ndryshoi emrin dhe e thiri Abdurrahman. Ishte në traditën e profetit alayhis salam që t'i thëriste të tjerët me emra ogur mirë. Ai largoi dhe urrente çdo emër që ishte ogurzi dhe shprehte pesimizëm. Diçka të tillë, profeti alayhis salam nuk e bënte vetëm me Abdurrahman ibn Aufin, por me çdo që kishte emër që shprehte dobësi dhe cilësi negative. Një ditë hyri një burr tek profeti alayhis salam, të cilin e pyeti: "Si e keni emrin?" Ai u përgjigj: "Zeidul Hail, Kal." Profeti alayhis salam i tha: "Që tani e tutje do t'jesh Zeidul Hajr." Mirësi. Ishte traditë e tij alayhis salam që t'ishte i qartë në terminologji. Abdurrahman ibn Aufi emigroi fillimisht në Abisini me muslimanët e tjerë dhe më vonë emigroi edhe në Medinë me profetin alayhis salam. Kur emigroi për në Medinë, ai ishte i varfër dhe nuk posedonte asgjë përveç rrobës që kishte veshur. Abdurrahman ibn Aufi në shtëpinë e Sad ibn Rebi. Kur profeti alayhis salam i vllazëroi Mekasit me Medinasit, vllau i Abdurrahman ibn Aufit ishte Sad ibn Rebi. Me të dërguar në shtëpinë e tij, Sad u ul me Abdurrahmanin dhe i tha: "Kam pasuri të cilat do i ndajmë për gjysmë me ty." Kurse Abdurrahmani ju përgjigj: "Zoti të dhash të begati në familjen dhe pasuritë tua. Gjëja e vetme që dua prej teje është më tregosh tregun." "Më trego tregun" ishte motoja e Abdurrahman ibn Aufit, gjë e cila tregon edukimin e mirë. Ai nuk e pranonte përtatësinë dhe dembelizmin, edhe pse gjithçka e kishte të garantuar nga vllai i tij në fe, Sad ibn Rebi. "Vallë, si do të sillej ndonjëri nga ne po t'i ofrojë gjysma e pasurisë dhe një grua për t'u martuar, ndërkohë që ishte i përzën nga vendlindja, duarboshë dhe i varfër në kul? A do të kishte njerëz të tillë që mund ta refuzonin një ofertë të tillë?" Abdurrahmani nuk e pranoi një ofertë të tillë, edhe pse gjendej në pikën e hallit. Motoja e tij: "Më trego tregun", edhe pse kanë kaluar mbi 1400 vite, ajo vazhdon të jetë e freskët për të gjithë muslimanët dhe e kujtojmë atë me krenari. Me t'i treguar Sad ibn Rebi tregun, Abdurrahmani filloi ta studiojë atë. Ai ishte rritur në treg dhe e njihte shumë mirë artin e shitblerjes. Menjëherë ai filloi të blejë dhe të shesë për një kohë të shkurtër, u bë një nga tregtarët më të mëdhenj në treg. Më vonë ai filloi dhe udhëtimet e gjata tregtare, duke arritur të bëhej një nga tregtarët më të pasur.
mes muslimanëve. Duke parë sinqeritetin dhe zemërbadhësinë e tij, Zoti i dha sukses në këtë fushë. Çdo i ri dhe e re, nëse i vendosin vetes një synim dhe janë të sinqertë, Zoti do u jap sukses dhe do i ndihmojë në realizimin e tij. Abdurrahman ibn Auf ishte mishërimi i gjallë i lutjes së profetit alayhis salam. O Zot, më mbro nga dështimi për tatësia. Ai është një model dhe shembull për çdo të varfër nga muslimanët dhe për çdo të papunë. Çdo sukses fillon me një ide, bisedë, lëvizje e tjerë. Abdurrahman ibn Aufi ngacmon dhe stimulon vullnetet e fjetura. Ai është simboli i suksesit dhe simboli i luftës kundër fukarallëkut dhe papunësisë. Të tillë ishin shokët e profetit alayhis salam, secili prej tyre ishte një shkollë nga e cila mëson dhe edukohesh me moralet dhe virtytet më të larta. Ndërkohë që flasim mbi 10 të përgëzuarit me xhenet, shumë njerëz i imagjinojnë ata si të varfër, të papunë, që nuk dinë gjë tjetër përveç namazit, agjerimit dhe vajtjes në xhami. Vetëm kështu, sipas tyre, mund të fitohet xheneti. Një mendim dhe opinion të tillë erëzon Abdurrahman ibn Aufi. Ai sikur i thret secilit prej nesh duke thënë: unë jam i pasur dhe jam nga të përgëzuarit me xhenet. Një ditë, Bilali ndodhej në shoqërinë e profetit alayhis salam. Të dy ishin ulur dhe profeti alayhis salam i tha: O Bilal, kam dëgjuar kërcitjen e këpucëve të tua në xhenet. Çfarë bën që ke fituar një gratë të tillë? Bilali u përgjigj: O i dërguar i Zotit, sa herë që më prishet abdesi, unë shpejtoj dhe marr abdes sërish. Me të marr abdes, fal 2 rekate nafile për çdo abdes që marr. Pas pak çastesh, profeti alayhis salam pyeti sërish: Po Abdurrahman ibn Aufi ku ndodhet? Pasi erdhi Abdurrahmani, profeti alayhis salam e pyeti: Ku ishe o Abdurrahman? Ai i tha: O i dërguar i Zotit, ishe duke numëruar parat. Profeti alayhis salam i tha: O Abdurrahman, ti do të jesh nga banorët e xhenetit, por në xhenet do të hysh kambadorës. Më pas, profeti alayhis salam i tregoi se si mund hynte në xhenet duke ecur në këmbë. Ai i tha: duke i dhënë Allahut hua të bukur. Abdurrahmani filloi të jep pasuri duke ndihmuar të varfrit me qëllim që të hyjë në këmbë në xhenet. Një ditë në Medinë arriti një karvan prej 700 devesh të ngarkuara me mallra të ndryshme dhe ushqime. Kur karvani hyri në Medinë, të gjithë banorët dolën jashtë për të parë. Mes njerëzve ishte edhe Aisha, gruaja e profetit alayhis salam, e cila vajti tek Abdurrahmani, pronari i këtij karvani, dhe i kujtoi hadithin e profetit alayhis salam, duke i dhënë Allahut hua të bukur. A e dini si veproi Abdurrahman? Me këtë ai u bë shembull dhe model për të gjithë biznesmenët në botën arabe dhe islame, numri të cilëve arrin 35 milion biznesmen, kurse numri i dhomave të tregtisë në vendet arabe dhe muslimane arrin në 700. Të gjithë biznesmenët dhe dhomat e tregtisë islame unë i këshilloj që ta studiojnë jetëshkrimin e Abdurrahman ibn Aufit. Me të dëgjuar fjalët e Aishës, e cila i kujtoi thënien e profetit alayhis salam, Abdurrahmani u kujtua dhe i tha: O Aisha, ji dëshmitare që ky karvan me gjithë mallin është dhuratë për t'u shpenzuar në rrugë të Zotit. Abdurrahman ibn Aufi filloi të shquhej për shpenzimin e pasurisë në rrugë të Zotit dhe në ndihmë të vobektëve. Sa që shumë munafik filluan të akuzojnë se diçka të tillë bën sa për sy e faqe dhe që të lëvdohet nga njerëzit. Po ta studiojmë jetën e tij nga aspekti shoqëror, ai është simboli punës, përpjekjeve dhe dhënies së pasurisë në rrugë të Zotit. Thot Zoti në Kur'an: Allahu është i kënaqur me ata besimtar
kur t'u betuan për besnikëri në hijen e pemës. E Abdurrahman ibn Aufi ishte nga ata që i dhan besën profetit alayhis salam në hijen e pemës dhe sinqeritetin dhe besnikërinë e tij e dëshmoi vetë Zotin ajetin e mësipër. A ka nder dhe privilegj më të madh se të dish që Zoti është i kënaqur me ty? Të gjithë ne adhurojmë Zotin me qëllimin që të fitojmë kënaqësinë e tij. Në betejën e Tebukut, që u zhvillua pranë kufive të Shamit, merrte pjesë edhe vetë Abdurrahman ibn Aufi. Një ditë në mëngjes, profeti alayhis salam bashkë me Muadh ibn Jabelin dolën për të marrë abdes që të faleshin. Ata të dy u vonuan saqë muslimanët e tjerë u friksuan se mos lind dielli pa u falur. Ata filluan të diskutojnë mbi mundësinë e faljes së namazit pa ardhur profeti alayhis salam. Por kush mund të dilte të falej si imam në vend të profetit alayhis salam? Ishte Abdurrahman ibn Aufi ai që guxoi dhe doli imam. Pasi falën në rekatin e parë, profeti alayhis salam u kthye dhe i gjeti shokët e tij duke u falur. Ai u bashkua me ta, dhe kur Abdurrahmani dha selam, profeti alayhis salam u ngrit dhe plotësoi rekatin e humbur. Pasi e përfundoi profeti alayhis salam namazin e tij, Abdurrahmani ju afrua dhe i kërkoi falje për atë që kishte ndodhur. Ai kishte frikë se mos kishte vepruar diçka që e kishte zemëruar profetin alayhis salam, por profeti alayhis salam i tha: "Ke bërë mirë, o Abdurrahman." Mes tregtisë dhe familjes. Edhe pse ishte i zënë dhe i angazhuar me tregtinë dhe udhëtimet e shumta, po ta studiojmë jetëshkrimin e tij, do të shohim që ai nuk kishte konflikte dhe probleme familjare me gruan dhe fëmijët. Përkundrazi, jetëshkrimi i tij zbulon marrëdhëniet e shkëlqyera mes tij, gruas dhe fëmijëve. Të tillë ishin shokët e profetit alayhis salam. Ata dinin si t'i ruanin ekuilibrat mes detyrave familjare dhe aktivitetit të tyre të përditshëm tregtar. Mënyrën e ekuilibrave mes kësaj bote dhe botës tjetër ne mësojmë më së miri nga shokët e profetit alayhis salam dhe muslimanët e parë. Për këtë, orientalistët mbeten gojë hapur dhe të mahnitur kur studiojnë jetëshkrimet dhe marrëdhëniet e shokëve të profetit alayhis salam me familjet e tyre, pasi kishin studiuar gjithë civilizimet dhe historitë e popujve të mëparshëm. Ata hasin në dallimet e thella mes romakëve që kishin udhëhequr botën dhe shokëve të profetit alayhis salam, të cilët sundonin vetëm rajonin përreth. Madje një nga mendimtarët dhe studiuesit perëndimor në librin e tij, Vlerat e përjetshme të Islamit, thot: civilizimi islam bazohet në mesazhin hyjnor, ku sistemi shoqëror bazohet në një familje të fortë dhe të qëndrueshme, ndërkohë që sistemi ekonomik konsiderohet mjet dhe jo qëllim. Kështu, Abdurrahman ibn Aufi nuk i neglizhonte detyrat që kishte ndaj familjes, edhe pse ishte i angazhuar me tregti dhe shitblerje. Doktor Gustav Le Bon, në librin Qytetërimi arab, thot: filozofët arab dhe musliman janë të parët ata që i mësuan botës pajtueshmërinë mes lirisë së mendimit dhe praktikimit të fesë. Padyshim që vlerat tona të rralla, civilizimi ynë islam, trashëgimia jonë e lavdishme, biografia e të parëve tanë të ndershëm, jetëshkrimi i profetit ton, janë ato që në orientojnë dhe udhëzojnë mbi mënyrën e ndërtimit të marrëdhënieve tona me njerëzit, shoqërinë që na rrethon dhe krijuesin e madhëruar. Janë pikërisht këto që e bëjnë muslimanin të ndihet i lumtur dhe i qetë gjatë jetës dhe në familje. Është jetëshkrimi i Abdurrahman ibn Aufit që na mëson ekuilibrin mes detyrave të familjes dhe angazhimeve të aktiviteteve të përditshme. Me moton e tij "Më trego tregun", ai u bë modeli dhe shembulli më i mirë për çdo që kërkon të jetë i suksesshëm. Ai ishte modeli më i mirë për biznesmenët mbi mënyrën si fitohet dhe shpenzohet pasuria në udhën e Zotit. Ai ishte model jete në çdo vepër bamirësie. Paqja e Zotit qoftë mbi ju.